Është një ditë e re që përsëritet moti. Lind Vera, lind Grotësia, lind Aliu, lind vetë Zoti. Do doja ta filloja me këto vargje të Naim Frashit, duke gjetur rastin t'ju uroj të gjithë besimtarëve gëzuar festën e Sultan Nevruzit. Ne ndodhemi në teshen e Baba Rexhepit këtu në Michigan, ku janë mbledhur dhjetra besimtarë bektashin të mbledhur nga çdo cep i Amerikës për të festuar dhe për të uruar një zëri gëzuar. Kjo është një nga ato festa që bën bashkë shqiptarët, bën bashkë besimtarët. Qëllimi është për të qenë të gjithë të mbledhur së bashku për të dhuruar sa më shumë dashuri, sa më shumë mirësi, sa më shumë paqe. Kjo festë simbolizon ardhjen e një cikli të ri, mbylljen e një cikli të vjetër dhe ardhjen e pranverës. Kjo është një nga ato festa që përkon me lindjen e imamit të parë të 12 imamve, Imam Aliut. Jemi të gjithë bashkë këtu në shtëpinë e Zotit, edhe qëllimi është sa sublim aq edhe madhështor. Të jemi të gjithë me njëri tjetrin bashkë. Të bëhemi njerëz më të mirë për veten, për njëri tjetrin, për fëmijët tanë dhe mbi të gjitha për Zotin. Mirëmbrëma. Mashallah, shisi e Bersalla është mbushur sot. Baba Rexhepi dhe Baba Arshiu na shikojnë edhe me gjithë qef thonë fëmija tonë e ben ashtu siç na e dhanë fjalën. E tani do nisim themi pak fjalë për ceremoninë e Sultan Nevruzit. Të nderuar misafirë, i nderuari udhëheqës dhe mëshiti jonë babajli tonë, të nderuar myhybë, besimtarë dhe dashamirës bektashan. Sot festojmë ditëlindjen e Imam Aliut, dita e Sultan Nevruzit. Një ditë për të kujtuar mençurinë, mirësinë e tij. Imam Aliu nuk ishte vetëm një udhëheqës i madh, por edhe një njeri që tregovi botës fuqinë, durim, mirëkuptim e gjitha gjërat të mira. Ai besonte se forca e vërtetë nuk vjen nga pushteti apo pasuria, por nga mënyra si të sillemi me njëri tjetrin. Duke ndekur shembullin e tij, mund të bëjmë një vend më të mirë. Duhet të ndrojmë trashëgimin e tij, duhet ta nderojmë trashëgimin e tij duke qenë më të kuptueshëm, më të dashur në jetën tonë të përditshme. Për ne bektashinjt është ditë e rëndësishme, sepse Imam Aliu ishte bashkëshorti i Hazret Fatimesë dhe babai Imam Hasanit dhe Imam Husenit. Kjo është familja e Helibetit, po ashtu edhe neve bektashinjt jemi familja e Helibetit. Qofshim për kudo herë ta përkujtojmë edhe qofshim të dashurit e tyre. Amin. Darka është shpanzuar nga familja Shkembi nga New Jersey. Zoti Kabul dhe Baba Rexhepi në ndihmë. Një dorë trokitje, u lutem. Po ashtu faleminderojmë të gjithë familjeve që kanë ardhur, veçanërisht nga Texas, Wisconsin, Chicago, New Jersey e të tjera. Zoti u bekoftë në çdo pikpamje. Amin edhe faleminderit. Dua të vi nga familja Shkembi një prezantues, kemi diçka për juve në Kjo është një mirënjohje për darkën që keni dhënë, Zoti t'u ndihmojë.
edhe me gjithë të mirat. Baba Rexhepi ju pas ndërmend. Nevruzi Sultan, ditës e uruar, lindaliu vet, shtylle shenjë të ruar, mu në qabet brënda, shkëlqen dritë e tia, lind një dritë e re, gëzon njerëzia. Në atë qas profeti shumë u gëzua, ta më erdi miku, shtylle fort për mua, më bini pak uj, do ta prasoj vet, se këtë pun hua do ma ket. Gjuni vu në goj, pasi e pastroj, shumë fjali foli, shumë e përgëzoj. Këtë që i bëj unë, ky do ma shpërblej, do jetë kraj i djas, shumë do më shërbej. Vërtet kështu dolli, me shpirt e ndihmoj, dhe kundëroj jetë, ali u e pastroj. Nuk la gjë pa bër, u çudit remeti, kur ish në rrezik dhe në shtrati fjeti. Në çdo luftë brënda, ali u ish i pari, para gjithë shokëve ishte flamurtari. Portën e Hajberit, ky luan e shqeu, hyri brënda vet, armikun e theu. Luftën e Uhudit, kush e kurajoi, kundra sulmi i tia, atë e fitoi. Tim si ty nuk gjëndet, tha i pari, rekordin e shpatës e mban zylfi qari. Cilësitë e tia janë pa numërim, të gjithë i din, i ka në kujtim. Shëmbëll sakrifice, shëmbëll njerëzie, mbet aliu në jetë, dritë perëndije. Zbukuroj ndërgjegjen, lartësoj njerin, nxori misticizmën, kreu për sosmërin. Pranda gjithë mistikët, ku do gjunjëzohen, për alin e vetëm gjithë përgjërohen. Tha profeti vet, dashuria e tia, është lutje ndaj Zotit, e do Perëndia. Pranon lutje Zoti, po përmend alin, kjo është detyrë për gjithë njerëzin. Po lind prind vera, çdo gjë lulëzohet, lind aliu veç, çdo gjë zbukurohet. Ndaj dhe ne të gjithë këtë e festojmë, për respekt të Zotit, alin e nderojmë. Prandaj të gjithë thrasim me shpirt të gëzuar, kujtimi aliut qofti paruar. Ditë lindje e tia, për jetu festov, lartësi e tia, për jetu kujtov. I lavdruar qofta i madhi Zot, që krijoi theun, qiellin dhe gjithë botën mbar, me një harmoni dhe simetri të papërshkrueshme. Ai që mbi të gjithë krijesat e tjera, shqoi krijesën e mrekullueshme njeriun, të cilit i falemi, dhuntin më të madhe, gjykimin, logjikën, me anë të cilës dallohet nga të gjitha dhe qëndron përmbi to. I falendëruar qoftë Zoti vërtet, që zbukuroi dhe lartësoi ndërgjegjet njerëzore me anën e profetëve dhe shenjtorëve të tij. Nderuar vëllezër dhe motra besimtar, miq dhe të ftuar, mirë se keni ardhur në festën e Sultan Nevruzit. Një festë tashmë e bërë traditë për të gjithë ne bekëshin, që festojmë në 22 mars, një festë që për gjithë neve mbjell dashuri, ringjallje dhe shpresë. Donë se lashk adeut, neve i vazhdojmë të mbrojmë traditën tonë, kultivojmë fenë dhe të praktikojmë atë në këtë shtëpi të madhe që Baba Rexhepi dhe qindra bashkëdhetarë dërtuan për gjithë neve. Prania juaj këtu është jo thjesht një shprehje gëzimit, por një shpresë për gjithë ne, se së bashku ne mund të ndërtojmë një komunitet më të mirë për të gjithë ata që do të vinë pas nesh. Neve sot kujtojmë Imamin Ali për punën
dhe sakrificën e madhe që ai bëri, kur padrejtësia kishte mbuluar çdo gjë, kur errësira dukej se kishte kapluar të gjithë botën, ai ishte vetmja shpresë që kishte ngelur nga profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të. Të gjithë neve që ndjekim Imam Aliun, familjen e tij, Ehli Bejtin, duhet jemi shembulli sikurse Imam Aliu ishte për fëmijët e tij, Imam Hasanin dhe Imam Huseinin. Neve kemi obligimet tona prindrore për t'i mësuar dhe edukuar fëmijët tanë, që ata të nesmen atë që neve kemi mbartur, ta mbartin me krenari dhe të jenë pasardhës të denjë për gjithë neve. Zhurmat e tyre nuk na shqetësojnë, vajit. Janë shumë mirë. Sa më shumë zhurma fëmijësh është shpresë më e madhe. Kështu që ne jemi shumë gëzuar kur dëgjojmë zhurmat e atyre. Zoti ju ruaj. Faleminderit që i sillni fëmijët. Ata janë vërtet shpresa e ardhme e komunitetit ton, e të qes. Unë do të falenderoj të gjithëve që jeni sot këtu, që vazhdoni dhe suportoni këtë institucion. Të duam të nderojmë dhe të mbajmë njëri tjetrin, sepse siç e kam thënë, ne shqiptarët nuk kemi mik tjetër përveç se shqiptarin. Askush tjetër nuk na do. Prandaj, vëllezër dhe motra, të neve bashkë me komisionin, kryetarin, si çdo vit sjellim një mysafir që dhe ai të njihet me komunitetin ton, por dhe ne të njihemi me realitetin atdheun ton në Shqipërinë, se çfarë po ndodh dhe si është gjendja. Neve si vjet kemi ftuar zotin Shpëtim Idrizi, siç e thash dhe më parë. Është i vetmi zë që dhe sot mban gjallë dhe na kujton të gjithëve plagët që vëllezërit dhe motrat tona, të gjithë ata qindra dhe mira shqiptar të Çamërisë që u masakruan. Ndoshta shumë nga neve mund të kenë një uri, sepse një pjesë e të rinjve dhe të rejave që janë këtu janë gjenerata e 2 dhe gjenerata e 3. Prandaj edhe neve sot kemi thirrur në Shqipëria, donse i ngarkuar me punët dhe obligimet e tjera, Zoti Shpëtim Idrizi na ka nderuar dhe unë do kisha shumë dëshirë që të gjithë neve ta dëgjojmë me vëmendje gjithçka që ai do të na tregojë dhe për punën e madhe që PDU-ja po bën për të mbajtur gjallë atë që të parët tanë u munduan ta mbanin dhe të mbronin kujtimet e një masakre edhe një plagë të hapur për gjithë neve. Unë kam nderin dhe kënaqësinë ta ftoj në podium. Mirëservet.